Ferma VIP ka nisur me një interes të madh nga publiku duke sjellë një frymë të re në formate televizive shqiptare. Ky spektakël, i cili ndërthur element të reality show-t me jetën në ferm, ka arritur që në episodet e para të sjellë vëmendjen e shikuesve dhe të krijojë diskutime të shumta në rrjetet sociale. Në moderimin e njohur të Arbana Osmanit, programi ka prezantuar konkurrentët e parë dhe ka nisur menjëherë garën mes tyre, që në momentin e hyrjes në ferm, banorët janë përballur me një sfidë të rëndësishme. Të gjithë janë futur automatikisht në nominim për titullin i preferuar i javës. Ky vendim ka bërë që përgjegjësia të kalojë drejt për drejt te publiku, i cili përmes votave të tij do të përcaktojë se cili prej konkurrentëve po fiton më shumë simpati në ditët e para të spektaklit. Kjo strategji ka arritur menjëherë ndërveprimin me audiencën, duke e bërë publikun pjesë aktive të lojës. Gjatë ditëve të para, rrjetet sociale janë mbushur me komente, analiza dhe diskutime rreth sjelljes së banorëve, duke treguar se Ferma VIP ka arritur të krijojë një ndikim të menjëhershëm. Fansat kanë filluar të ndajnë mendimet e tyre dhe të shprehin hapur mbështetjen për konkurrentët që i kanë bërë më shumë përshtypje. Ndër emrat që po spikat më shumë është Moza, e cila sipas sondazheve dhe reagimeve online të publikut po kryeson si pretendente për të preferuarën e javës. Ajo është bërë virale në një kohë shumë të shkurtër, kryesisht fal batutave spontane dhe momenteve plot humor që kanë qarkulluar gjerësisht në rrjetet sociale. Kjo e ka ndihmuar të krijojë një bazë të fortë fansash, duke e kthyer në një nga figurat më të komentuara të këtij sezoni. Megjithatë, pavarësisht këtij momenti pozitiv, duke theksuar se këto janë vetëm tregues paraprak nga sondazhet dhe reagimet online. Rezultati përfundimtar mbetet në dorën e publikut dhe do të shpallet gjatë spektaklit. Pyetja që mbetet është: a do të arrijë Moza të konfirmojë këtë mbështetje dhe të shpallet zyrtarisht si e preferuara e javës? Përgjigjja pritet me shumë interes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.